Sot do të përgatisim një tavë të shijshme me pulë dhe me oriz. Për këtë recetë do të na duhet një pulë e plot. Tek pula do të hedhim 1 litër ujë. Krip. Do ta vendosim të ziejë për rreth 20 minuta. Do ta fikim zjarrin, do ta lëm pak më njan, ndërkohë në tigan do të hedhim pak vaj. Do të skuqim një qep. Do ta skuqim qepën për pak minuta. Do të hedhim një karrotë, të cilën e kam ngrirë në rende. Do t'i përzijim për 1 deri në 2 minuta. Më pas do të hedhim orizin, të cilin më parë kam larë. Për këtë recetë kam përdorur rreth 2.5 gota oriz. Do vazhdojmë ta përziejmë mirë orizin bashkë me perimet për disa minuta. Më pas orizin do ta kalojmë në tavë. Ta përhapim mirë në të gjithë tavën. Do t'i shtojmë lëngun e mishit. Tek lëngu mishit kam hedhur përsëri pak krip dhe një veget. Nëse lëngu i mishit nuk është i mjaftueshëm, mund të shtoni më shumë ujë. Për 2.5 gota oriz, unë kam hedhur gjithsej 6 gota me ujë. Do të vendosim dhe pulën në mes të tavës. Të vazhdojmë me marinimin e pulës, do të hedhim pak vaj, krip, piper të zi dhe piper të kuq. Do ta përziejmë mirë. Dhe do të lyejmë pulën sipër. Pasi kemi lyer të gjithë pulën, do ta vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për 30 minuta. Tashmë tavën e kemi gati. Pula është pjekur, orizi ka pirë të gjithë ujin. Do ta lëmë të ftohet pak dhe do ta shërbejmë në pjatë. Kjo pra ishte dhe receta e pulës me oriz. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëhet mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.